Për shembull, turmeriku, përveç që është një antiinflamator shumë i mirë, domethënë është ibuprofeni natyral. Dhe bën funksionin të tretës, gjithashtu është të gjithë pothuajse shtesat ushqimore që merren për artikulacionet, për dhimbjet aromatizmale, për përmirësimin e shëndetit të kockave dhe po ti shohësh kohët e fundit, në to është shtuar dhe piperi i zi. Piperi i zi. Pra si integrator ose si shtesë ushqimore. Pikërisht për të përthithjen më të mirë. Përthithur, sepse vetë ai nuk përthithet shumë mirë nga stomaku dhe nuk e shliron pikërisht atë efektin që ka. Meqense përmende stomakun, doja të pyesja edhe piperi sikur nuk rekomandohet tek personat që vuajnë nga stomaku. Kush nuk mund ta përdori. Siç e thash, nga ndryshimi i ngjyrave të piperit është dhe fortësia e piperit. Personat që vuajnë nga gastriti dhe nga hemoroidet nuk ju rekomandohet. Vetëm në qoftë se përdorin në mes të ushqimit ose shumë pak në për sallatra ose në për supra, por duhet flasim me një mjek specialist për ta rekomanduar për qëllime të tilla. Por mund të përdorin pak më shumë piperin e kuq, që është shumë i lehtë dhe më pak djegës.